Bota miq të dashur nuk drejtohet vetëm nga qeverit, ju besoj e dini këtë. Kontrollohet nga 3 elemente të rëndësishëm bota miq: financa, siguria dhe energjia. Ndajtë lufta sot në botë kryesisht ndodhet për këto 3 elemente. Dhe këtu na rishfaqen dhe i herë pushteti i frikshëm i Lloyd's of London. Kjo nuk është thjesht një kompani sigurime shpiq. Është një shtet i thellë i cili drejton shumë nga ekuilibrat financiar të botës. Është një sistem i cili nëse një lëviz një anije në botë apo jo e vendos ai. Nëse nafta transportohet në gjirin persik apo në botë e vendos ky sistem. Nëse ekonomia botërore funksionon apo bllokohet e vendos ky sistem. Po çfarë po na thua o Krishnik? Ja, dëgjoni edhe pak sepse do t'ju shpjegoj në detaj. Pa siguracione nuk ka tregti, nuk lëviz asnjë anije në botë. Pa tregti nuk ka ekonomi, dhe pa ekonomi bota vdes. Tani, ju lutem mendoni diçka. Nëse rritet rreziku në Hormuz, në ngushticën e Hormuzit, atje ku është lufta më e madhe botërore, çfarë ndodh? A e dini? Siguracionet rriten, pa diskutim. Fitimet rriten, kontrolli rritet. Pra, këtu bëjmë një pyetje të madhe. Kush fiton nga tensioni dhe nga lufta? Jo gjithmonë fitojnë ata që duken në ekran. Jo gjithmonë fitojnë ata të cilët ju mendoni se fitojnë. Ka njerëz më të pushtetshëm, ka entitete më të pushtetshme, të cilat fitojnë nga këto përplasje të mëdha dhe që kanë një pushtet absolut mbi financat e botës përtepër rrallave dhe renave që ju shesin nëpër televizione. Një pjesë e madhe atyre që quhen apo vetë quhen ekspert